Pas suksesit në kampionatin kombëtar ku Vllaznia U17 u shpall kampion pas shumë vitesh ndërprerje, peshngritësit e rinj kanë spikatur edhe në garat e Kupës së Shqipërisë. Kryetrajneri Artur Laxha ndalet tek suksesi arritur nga 10 vjeçari Samuel Kola, 11 vjeçari Ensar Proni dhe 17 vjeçari Antonino Mullisi, i cili u shpall edhe sportisti më i mirë i kampionatit. U zhvillu një kampionat pas kampionatit kombëtar ku ishte në fokus spikatja e talentave për kampionatin evropian që do zhvillohet vitin që vjen në Shqipni. Për U17, U15, ku spikaten talentat shkodran, ku veçaria ishte e Samuel Kolës, një djalosh vetëm 10 vjeçar, në peshen 35 kg, arriti që çoj 37 kg në shputje dhe 50 kg në shtytje. Kjo ishte një veçori e veçantë për sportin tonë, ku tashmë u fokusu dhe Ensar Proni si kampioni Shqipënisë, thej edhe disa rekorde, një performancë fantastike, ku që është jam i tort, ishte Antonino Mullisi si gjithmonë një sportist të shtimbar i niveleve botënore, ku shumë shpejt kemi kampionatin evropian, ku do marrin pjesë me moshat 20 vjeçar, megjithëse ajo është vetëm 16 vjeç. Dhe shpresojmë që të renditet në sportistët më të mirë të Europës. Duke u ndalur tek Mullisi, një talent i ri që po rritet në duart e trajnerit Laxha, ky i fundit e konsideron atë një potencial të peshngritjes shqiptare. Antonino është një sportist i talentuar, është një sportist i rregullt, një sportist kërkues, dhe tash nga dita në ditë po rritet, pa dyshim u shpall sportisti më i mirë i aktivitetit, dhe pretendimit tonë është që në kampionatin evropian të moshave që do zhvillohet kampionati botëror në Kolumbi, që të jemi në treshe dhe në vazhdimsi ku jemi edhe kampionatin evropian që patjetër të jemi në treshe. Peshngritja po përgatitet për një tjetër përfaqësim, kampionatin evropian kategoria U23, ku do të konkurojë përmes Sajmir Laxhës. Sajmir Laxha është një sportist të shtimar kampioni i Shqipërisë, është një sportist i kualifikuar dhe shpresojmë që të ofrohena të medaljet, ku shumë shpejt në muajin nga tetori nëntor është edhe Ballkanjada, që po do zhvillohet edhe në Shqipëri Ballkanjada, ku në të dy këto aktivitete, si Sajmiri dhe Antonino do jenë pjesëmarrës në të dy aktivitetet. Dhe shpresojmë që të prekum të Ballkanjada medaljen.